Dita që duhej të ishte e lumtur, ditëlindja e 6 e djalit tim, Arditit, duhej të ishte një nga ato ditë që mbahen mend për tullumbacet shumë ngjyrëshe, tortën me qirin dhe sytë që shkëlqejnë nga gëzimi. E kisha planifikuar me kujdes për javë të tëra. Nuk kisha shumë para, por çdo gjë ishte zgjedhur me dashuri, disa dhurata të vogla, një tortë e bërë në shtëpi dhe një mbledhje familjare në oborrin e shtëpisë së prindërve të mi. Familja ime ishte gjithmonë e komplikuar. Motra ime, Elira, kishte pasur gjithmonë një mënyrë për të qenë në qendër të vëmendjes, edhe kur nuk i takonte. Babai im, një burr i heshtur dhe i drejtë, rinte shpesh mënjan, duke vëzhguar gjithçka me sy të thellë. Nëna ime përpiqej të mbante paqen, edhe kur ajo paqe ishte vetëm një iluzion. Kur mbërritëm, Arditi vrapoi drejt gjyshit të tij, duke e përqafuar fort: "Gjysh, sot është dita ime." Bërtiti me entuziazëm, babai im buzëqeshi lehtë dhe i ledhatoi flokët. "E di, kampion. Sot është dita jote." Të ftuarit filluan të vinin një nga një. Të qeshura, zhurmë, gota që përplaseshin. Elira erdhi e fundit, si gjithmonë, e veshur në mënyrë elegante, me një buzëqeshje të ftohtë në fytyrë. Nuk solli dhuratë, por nuk u habita. Momentin e hapjes së dhuratave e kishim lënë përpas tortës. Arditi mezi i po priste. Kur më në fund u ul në tapet, të gjithë u mblodhen rreth tij. Filloi të hapte paketat një nga një, me duart që i dridheshin nga emocionet: një makinë lodër, një libër me figura, një set ndërtimi. "Faleminderit, mami," më tha, duke më përqafuar, dhe pastaj gjithçka ndryshoi. Elira u ngrit pa pritur. "Le t'i shohim më nga afër këto lodra," tha me një ton që nuk më pëlqeu as pak. Para se të mund të reagoja, ajo u përkul, mori një nga lodrat dhe, krak, e përplasi në tokë. Pjesë plastike u shpërndan kudo. Disa nga të ftuarit qeshën, duke menduar se ishte shaka. Arditi mbeti i ngrirë. "Elira, çfarë po bën?" "Bërtita unë." Ajo qeshi. "Janë lodra të lira." Fëmijët i thyen gjithsesi, por nuk u ndal. Një nga një, ajo mori dhuratat dhe i theu. Disa njerëz qeshnin ende, të tjerë shikonin në siklet. Askush nuk ndërhyri. Arditi filloi të qante. Një e qarë e heshtur që të shponte zemrën, dhe atëherë pash baban tim. Ai ishte ngritur në këmbë. Nuk qeshte. Nuk fliste. Vetëm shikonte. Në sytë e tij kishte diçka që nuk e kisha parë kur më parë, heshtja që peshonte më shumë se shurma. Oborri, që pak minuta më parë ishte plot zëra e të qeshura, u mbush papritur me një heshtje të rëndë. E qara e Arditit ishte i vetmi tingull që dëgjoi. Ai mbante në dorë copat e një lodre që kishte dashur ta provonte gjithë javën. Sytë e tij më shikonin mua, sikur të më pyeste: "Pse po ndodh kjo, mami?" U ula me njëherë pranë tij dhe e mora në krah. "Është në rregull, zemër. Mami është këtu," i pëshpërita, edhe pse vetë mezi po mbaja lotët. Elira u ul përsëri në karrige, e kënaqur, duke rrotulluar syt. "Mos e bëni dram," tha ajo. "Një fëmijë duhet të mësoj që gjërat prishen." Disa nga të afërmit qeshën nervozisht. Një kushëri tha me shaka: "Elira gjithmonë di si ta ndes atmosferën." Por për mua, atmosfera ishte shkatëruar. Ishte thyer diçka shumë më e madhe se disa lodra plastike. Ishte thyer pafajësia e një fëmije. Nëna ime u afrua, duke u përpjekur të zbusë situatën. "Hajde, Elira, mjaft. Ishte ditëlindja e nipit tënd." Elira ngriti supet. "Po mirë. Do i blejmë të tjera. Ndoshta." Por babai im ende nuk kishte thënë asnjë fjalë. Ai qëndronte pak më larg, me duart pas shpine. Shikimi i tij ishte i ngulur te toka, por e dija që mendja i punonte fort. Kur ai heshte ashtu, zakonisht diçka serioze po formohej brenda tij. E mbaj mend si sot momentin kur ai më në fund foli. "Ardit," tha me një zë të ulët, por të fortë. Djali im ngriti kokën ngadalë. Babai im ju afrua, u ul në gjunjë para tij dhe mblodhi një nga copat e lodrave nga toka. "E di çfarë është kjo?" E pyeti. Arditi tunte kokën negativisht, me buzë të dridhura. "Kjo," vazhdoi ai, "është prova që jo të gjithë dinë të sillen si familje." Oborri u bë edhe më i heshtur. Elira qeshi me përbuzje. "Oh, babi, mos fillo me leksione morale."
Babai im u ngrit ngadalë dhe u kthye nga ajo. Kjo nuk është leksion, tha. Kjo është kufi. Fjala kufira si një gur i rënd mes nesh. Askush nuk e ndërpreu. Edhe ata që kishin qeshur më parë, tani shmangnin shikimin. Babai im mori frym thellë dhe shtoi, ti ke kaluar kufirin sot, Elira. Dhe nuk është hera e parë. E pash motrën time të ngurtësohej. Për herë të parë, ajo nuk kishte një përgjigje të shpejtë, ndjeva se diçka po vinte. Diçka që do të ndryshonte jo vetëm atë ditë, por gjithë familjen tonë. Babai im u kthye nga unë, merr djalin dhe hyr brenda, më tha me një ton që nuk linte vend për kundërshtim, e bëra pa folur. Ndërsa po largohesha, dëgjova baban tim të thoshte fjalin që askush nuk e priste, kjo festë mbaroi. Dhe disa gjëra mbarojnë sot përfundimisht. Vendimi i babait brenda shtëpisë, Arditi ishte ulur në divan, ende me sytë e skuqur nga të qarat. I lava fytyrën me ujë të ftohtë dhe i fshiva duart që i dridheshin. Ai nuk fliste. Thjesht shikonte drejt murit, sikur po përpiqej të kuptonte çfarë kishte bërë gabim. Ti s'ke faj për asgjë, i thash me vendosmëri. Asgjë. Ai më pa me dyshim. Pse tezja i theu lodrat e mia? Pyeti më në fund, nuk dija si t'ia shpjegoja mizorinë e një të rrituri një fëmije 6 vjeçar. Ndonjëherë, i thash me kujdes, disa njerëz harrojnë si është të jesh i mirë. Në atë moment dera u hap ngadalë. Babai im hyri brenda. Fytyra e tij dukej më e lodhur se zakonisht, sikur vitet i kishin rënë të gjitha njëherësh mbi shpatulla. Ai u ul përballë Arditit, eja këtu, kampion, i tha. Arditi u afrua me hezitim. Babai im nxori nga xhepi diçka që nuk e kisha vënë re më parë, një makinë lodër të vogël metalike, të vjetër, por të paprekur nga koha. Kjo ka qenë e imja kur isha fëmijë, tha ai. E kam ruajtur gjithë këto vite. Sytë e Arditit u hapën nga habia, është për mua? Babai im buzëqeshi lehtë. Po. Dhe është shumë më e fortë se ato të tjerat. Sepse është ndërtuar me kujdes, jo për t'u thyer. Lotët më mbushën sytë. Nuk ishte thjesht një lodër. Ishte një mesazh. Pas pak minutash, dëgjuam zëra nga jashtë. Tonet ishin të ngritura. Nuk ishte vështirë të kuptoje se Elira po debatonte me dikë. Babai im u ngrit përsëri, qëndroni këtu, na tha dhe doli jashtë, nuk munda të rija pa dëgjuar. U afrova pranë derës gjysmë të hapur. Elira, po thoshte ai, ti nuk do të hysh më në këtë shtëpi derisa të kërkosh falje. Jo mua. Djalit. Po më nxjerr jashtë për disa lodra. Bërtiti ajo, jo, ju përgjigj ai me qetësi. Për mungesë respekti. Për të qeshurën tënde kur një fëmijë qante. Për vite sjellje që i kemi justifikuar. Nëna ime po qante në heshtje. Disa të afërm u përpoqën të ndërhynin. Hajde, mos e tepro, tha dikush. Është motra jote. Babai im ngriti dorën, mjaft. Për herë të parë, unë po zgjedh të mbroj atë që është e drejtë, jo atë që është e lehtë. Elira mbeti pa fjalë. Fytyra e saj ishte zbehur. Ajo mori çantën dhe, pa përshëndetur askënd, u largua, obori u zbraz ngadalë. Festa kishte marrë fund, por diçka tjetër kishte filluar. Kur babai im u kthye brenda, ai ul pranë meje. Më fal që nuk veprova më herët, më tha. Nuk do ta bëj më këtë gabim. Atë natë, ndërsa e vija Arditin në gjumë, ai më tha diçka që nuk do ta harroj kurrë, gjyshi është hero. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, mendova se ndoshta familja jon kishte ende shpresë. Pasojat të nesërmen në mëngjes, shtëpia ishte e qetë në një mënyrë të çuditshme. Nuk kishte zëra, nuk kishte tension të fshehur në buzëqeshje të rreme. Vetëm aroma e kafes dhe drita e butë që hynte nga dritarja e kuzhinës. Arditi po luante në dysheme me makinën e vogël metalike të gjyshit, duke e shtyrë ngadalë. Sikur të ishte diçka shumë e çmuar, babai im ishte ulur në tavolinë, duke lexuar gazetën, por e dija që nuk po përqendrohej. Vendimi i tij nuk ishte i lehtë. Elira ishte vajza e tij, pavarësisht gjithçkaje. Por ai nuk duke i penduar, telefoni i nënës si me ra. Ajo e pa ekranin dhe u ngurtësua. Është Elira, tha me zë të ulët, askush nuk foli. Nëna ime ju përgjigj thirrjes dhe u largua paksa nga tavolina.
Fjalët e saj ishin të shkurtra, të kujdesshme. Kur u kthye, syt I kishte të skuqur, ajo është e zemëruar, tha. Thot që e keni poshtëruar. Babai im e palosi gazetën ngadalë, nuk e poshtërova, tha. Ajo e poshtëroi veten. Gjatë ditës filluan të vinin mesazhe të afërm që merrnin anë. Disa thoshin se babai im kishte bërë gjën e duhur. Të tjerë na akuzonin se po e shkatëronim familjen për një incident të vogël. Një teze më shkroi, fëmijët harrojnë shpejt. Pse ta zgjasni? Doja t'i përgjigjesha, jo, fëmijët nuk harrojnë. Ata mësojnë. Pas dite, Arditi më pyeti, a do të vi më tezja? Nuk dija çfarë t'i thosha. Kur të jetë gati të thotë më fal, I thash sinqerisht. Ai mendoi për pak dhe pastaj tha, atëherë unë do ta fal. Këto fjalë nga një fëmijë 6 vjeçar më thyen zemrën dhe ma shëruan njëkohësisht. Në mbrëmje, babai im më thiri në verandë. E di që kjo do të sjellë përçarje, tha ai. Por ndonjëherë, për të ndërtuar diçka të shëndetshme, duhet të shembësh atë që është e kalbur. E pash një burr që po përpiqej të korrigjonte gabimet e një jete të tërë. Faleminderit, I thash. Jo vetëm për Arditin. Edhe për mua. Ai buzëqeshi lehtë, është detyra ime si baba. Edhe nëse e kam mësuar vonë. Atë natë, ndërsa po largohesha nga shtëpia e prindërve, ndjeva se kufit ishin vendosur më në fund. Dhimbja ishte ende aty, por kishte edhe diçka tjetër, respekt. Ditët që pasuan ishin të mbushura me heshtje dhe mendime. Elira nuk telefonoi më. As mesazhe, as shenja. Ishte sikur të ishte zhdukur nga jeta jonë, dhe boshllëku që la pas nuk ishte aq I dhimbshëm sa e kisha menduar. Në vend të zhurmës dhe tensionit, kishte qetësi. Arditi u kthye në rutinën e tij. Shkolla, detyrat, lojrat. Por vura re se ishte bërë më I heshtur. Jo I trishtuar, thjesht më I vëmendshëm. Një pasdite, ndërsa po vizatonte, pash se po vizatonte një shtëpi. Brenda saj, ishim unë, ai dhe gjyshi. Jashtë, një figurë e vogël, e vizatuar me laps të zbedh. Kush është ky? E pyeta me kujdes. Ai ngriti supet, dikush që nuk di si të hyj brenda. Nuk I shtova asgjë. Fëmijët e kuptojnë më shumë se sa mendojmë, ndërkohë, babai im duke I ndryshuar. Ishte më I pranishëm, më I hapur. Fliste me Arditin çdo ditë, I tregonte histori nga fëmijëria e tij, gabime që kishte bërë, gjëra që do të donte ti kishte bërë ndryshe. Njerëzit nuk bëhen të fortë duke thyer të tjerët, I tha një herë. Bëhen të fortë duke I mbrojtur. Një javë më vonë, nëna ime më tregoi se Elira kishte folur me disa të afërm. Ajo po na portretizonte si dramatik, si njerëz që kishin zgjedhur një fëmijë në vend të motrës. E lash të fliste, tha nëna ime. Ndoshta një ditë do ta dëgjoj veten. Unë e dija se falja ishte e mundur, por vetëm pas përgjegjësisë. Nuk mund t'i mësoja djalit tim se sjelljet e këqija fshihen në nqilim për hir të gjakut. Një mbrëmje, Arditi më pyeti, mami, a është në rregull të thuash ndalo edhe kur është familja? E përqafova fort, po, I thash. Është shumë në rregull. Ajo pyetje më bëri të kuptoj se, pavarësisht dhimbjes, diçka e mirë kishte dalë nga ajo ditë e shëmtuar. Djali im po mësonte kufi. Po mësonte respektin. Po mësonte vlerën e vetes, dhe unë po mësoja se mbrojtja e fëmijës tim ishte më e rëndësishme se çdo paqe e rreme familjare. Përballja, kaluan 2 javë pa asnjë shenjë nga Elira. Pastaj, një pasdite të shtune, dera e shtëpisë sime u trokit lehtë. Arditi po shikonte filma vizatimor në dhomën tjetër. Kur hapa derën, e pash atë, Elira duke I ndryshe. Pa grimin e zakonshëm, pa atë vetbesim të tepruar. Syt I kishte të lodhur. Në dorë mbante një qese, nuk erdha për t'u grindur, tha menjëherë. Erdha sepse babi nuk po më flet. Nuk e ftova të hynte menjëherë. Pse je këtu, Elira? E pyeta qetë, ajo uli kokën, sepse jam e zemëruar. Por edhe sepse ndoshta kam gabuar. Ndoshta. Ajo fjalë më theru si gjilpër, një fëmijë u lëndua, I thash. Nuk është ndoshta. Ajo shtrëngoi qesen në dorë, kam sjell lodra të reja. Tha. Më të mira.
E mora frym thellë, nuk janë lodrat problemi, ju përgjigja. Është ajo që bëre. Dhe fakti që qeshe. Në atë moment, Arditi u shfaq në korridor. Ai e pa dhe ndaloi. Nuk u fsheh pas meje, por as nuk u afrua. Elira u ul në gjunjë para tij. Ardit, tha me zë të ulët. Më fal që të bëra të qaje. Ai e shikoi për disa sekonda që u dukën si minuta. Pse qeshe? E pyeti thjesht, ajo mbeti pa fjalë. Pastaj, syt ju mbushën me lot, sepse isha egoiste, tha. Dhe e keqe. Ishte hera e parë që e dëgjoja të fliste kështu. Arditi u kthye nga unë, sikur të kërkonte leje. I bëra një shenjë të lehtë me kokë, unë të fal. Tha ai më në fund. Por mos i thyej më gjërat e mia, Elira qau. Jo teatrale. Vërtet, ajo u largua pak më vonë. Lodrat mbetën në tavolinë, por nuk ishin më të rëndësishme. Ajo që kishte ndodhur ishte një çarje në mburojën e saj. Më vonë atë mbrëmje, babai im telefonoi. Erdhi? Pyeti, po, i thash. Dhe kërkoi falje. Ai heshti për një moment, atëherë, tha, ndoshta ende ka shpresë. Rindërtimi, pas asaj dite, gjërat nuk u kthyen menjëherë në normalitet. Dhe ndoshta kjo ishte gjë e mirë. Normaliteti i vjetër kishte qenë i mbushur me justifikime, me heshtje dhe me të qeshura në momentet e gabuara. Elira filloi të vinte rrallë. Kur vinte, ishte e kujdesshme, pothuajse e rezervuar. Nuk përpiqej më të ishte qendra e vëmendjes. Me Arditin fliste ngadalë, me respekt, sikur po mësonte nga e para si të ishte teze. Një ditë, ndërsa po luanin me kubat e ndërtimit, e dëgjova ti thoshte, nëse nuk të pëlqen diçka, mund të më thuash ndalo, në rregull? Arditi tunte kokën seriozisht. Ajo fjali i vleti më shumë se çdo dhuratë. Babai im, nga ana tjetër, mbante ende distancë. Jo si ndëshkim, por si kujtesë. Ai ishte i ngrohtë, por i qartë. Kufit nuk ishin më të padukshëm. Një mbrëmje, ndërsa ishim të gjithë në verandë, Elira foli me zë të ulët, babi, e di që nuk e meritoj. Por, faleminderit që më ndale. Ai e pa për një kohë të gjatë, unë nuk të ndala, i tha. Të dhash një shans të ndalesh vetë. Ajo uli kokën. Nuk kishte kundërshtim këtë herë, Arditi po luante pranë nesh, i qetë. Pa frikë. Pa nevojë të mbrojej. Dhe kjo ishte fitoria jonë më e madhe. E kuptova se familja nuk riparohet me fjalë të mëdha apo me falje të shpejta. Riparohet me veprime të vogla, të përsëritura. Me respekt. Me përgjegjësi, atë natë, kur po e vija Arditin në shtrat, ai më tha, mami, tani festa ime e ditëlindjes është e rregulluar. E putha në ball, po, i thash. Tani është. Sepse ndonjëherë dhurata më e madhe që mund t'i japësh një fëmije nuk është një lodër e re. Por siguria se dikush do të ngrihet në këmbë për të, çfarë mbetet pas, muajt kaluan më shpejt nga sa e prisja. Historia e asaj ditëlindjeje nuk u përmend më shpesh, por hija e saj ishte ende aty, jo si plag, por si kujtesë. Një kujtesë se çfarë ndodh kur dikush thyen kufi. Dhe çfarë ndodh kur dikush i vendos ata. Arditi u bë më i sigurt në vetvete. Në shkollë, mësuesja më tha se ai kishte filluar të fliste më hapur, të mbronte mendimin e tij. Njëherë i kishte thënë një shoku, nuk më pëlqen kur më flet kështu. E kishte thënë pa frikë, pa agresivitet. Thjesht qartë, e dija se fara ishte mbjell atë ditë, Elira po përpiqej. Nuk ishte perfekte, dhe as nuk pritej të ishte. Por për herë të parë, ajo po dëgjonte. Po pyeste. Po ndalonte veten përpara se të fliste. Ndonjëherë e kapja duke parë Arditin me një lloj pendese të heshtur, por edhe me diçka tjetër, respekt. Një pasdite, ajo më tha, nuk e dija sa shumë gjëra më ishin falur pa i merituar. Nuk ju përgjigja menjëherë, tani di, i thash më në fund. Kjo është ajo që ka rëndësi. Babai im dukej më i lehtësuar. Si një burr që kishte lënë një bar të vjetër pas shpine, kam menduar shumë, më tha një ditë. Për sa herë kam heshtur kur duhej të flisja. Ke folur kur ka pasur më shumë rëndësi. I thash, ai buzëqeshi, ndoshta ky ishte mësimi im i fundit si prind. Por nuk ishte fundi i historisë.
Ende jo, sepse një ditë, ndërsa po pastronim lodrat e vjetra, Arditi gjeti një copë plastike të thyer, mbetje nga ajo ditëlindje. E mori në dorë, e pa për pak sekonda dhe pastaj e hodhi në kosh, nuk më duhet më, tha, në atë moment e kuptova. Plagët shërohen vërtet kur nuk kanë më pushtet mbi ne, mbyllja e rrethit, viti po mbyllej dhe bashkë me të. Edhe një kapitull i vështirë i jetës son. Ditëlindja e 7 e Arditit po afrohej. Këtë herë, ai nuk kërkoi festë të madhe, dua vetëm njerëz që sillen mirë, tha thjesht, e organizuam një festë të vogël. Në shtëpinë tonë. Pak fëmijë, pak familjar. Pa zhurmë të tepërt, pa shfaqje. Vetëm gëzim i qetë, Elira erdhi herët. Në dorë mbante një dhuratë të thjeshtë, të mbështjellë me letër blu. Ja dha Arditit pa ceremoni, gëzuar ditëlindjen, i tha. Nëse nuk të pëlqen, është në rregull. Ai e hapi. Ishte një libër ndërtimi, me ide për të krijuar gjëra nga pjesë të vjetra. Më pëlqen, tha ai, duke buzëqeshur. Babai im e pa skenën nga cepi i dhomës. Syt i shkëlqyen lehtë. Nuk tha asgjë, por prania e tij ishte e plotë. E qetë, në një moment, ndërsa fëmijët po luanin, Elira mu afrua. E di që nuk mund ta fshi atë që bëra. Tha. Por po përpiqem të jem ndryshe. E shoh, ju përgjigja. Dhe kjo ka peshë. Kur festa mbaroi dhe të ftuarit u larguan, Arditi u ul pranë gjyshit të tij. Gjysh, i tha, ti më mësove si të jem i fortë. Babai im e përqafoi, ti më mësove pse, ju përgjigj, ndërsa i shikoja, mendova se ndonjëherë, momentet më të errëta janë ato që na detyrojnë të bëhemi më të mirë. Jo duke harruar, por duke mësuar, rrethi ishte mbyllur. Jo me harres, por me rritje. Fundi, mësimi që mbetet, kur gjithçka u qetësua dhe shtëpia u mbush vetëm me heshtjen e mbrëmjes, u ula pranë dritares dhe mendova për rrugën që kishim bërë. Një ditëlindje e shkatëruar ishte kthyer në një pikë kthese. Jo vetëm për Arditin, por për të gjithë ne, e kuptova se familja nuk është thjesht gjak apo zakon. Familja është zgjedhje. Është vendimi për të mbrojtur më të dobëtin, edhe kur kjo të kushton përplasje, ftoje, madje edhe humbje të përkohshme. Arditi po flinte i qetë në dhomën e tij, me makinën e vogël metalike të gjyshit mbi komodin. Ajo lodër e vjetër kishte mbijetuar më shumë se shumë gjëra të reja, ashtu si vlerat që po përpiqeshim t'i mësonim. Babai im kishte bërë atë që shumë prindër e kanë të vështirë ta bëjnë, kishte pranuar se kishte gabuar më parë dhe kishte vepruar ndryshe kur kishte më shumë rëndësi. Ai nuk ishte thjesht gjysh atë ditë. Ai ishte mbrojtës, Elira ishte ende në rrugën e saj. Ndoshta do të gabonte përsëri. Ndoshta jo. Por tani ajo e dinte se dashuria pa respekt nuk pranohej më. Dhe kjo ishte një dhuratë, edhe pse e dhimbshme. Unë, si nën, mësova diçka thelbësore. Fëmijët nuk kanë nevojë për një botë perfekte. Ata kanë nevojë për të rritur që guxojnë të thonë mjaft kur diçka është e gabuar. Nëse ka një mësim që mbetet nga kjo histori, është ky. Kur dikush qesh me dhimbjen e një fëmije dhe të tjerët heshtin, ajo heshtje dhemb po aq sa veprimi. Por mjafton një njeri që të ngrihet në këmbë për ta ndryshuar gjithçka, dhe atë ditë, ai njeri ishte babai im.